keni ndërcimin e rrugën e ujtit. Po bani këto ata para votimin. Sa ko keni që s'keni ujtë pishën me dhe ndryqim? Po bani qikon vejt. E përni i ata neti ujti i javë, sa më vëdhet, o për ujti pra. A keni ngrit në herë si problem këtë qështë? Po qyre, ka këtari, ka dhjithën, kanalin dhjithën, dhe vëtër kanal dhjithën. Si ja bani po ujnë vla? I ke mushi ujnë i posh. Po shkaj lagje, uj për t'pi pasar, s'kemi. Me ka racë me 3 goma, i ke pasar ka i qive tje, mush bidonat, bje një shpi. Po mungesa ndryqimit, a ban problem tu të kë... Po, qyre të rëftari. Asi mas nuk është marrë? E keni ngënë herë zërin për E pruni herë, e hoqë pra. E la një 3 muaj. Po si e bani që furnizoni më të pishë? Poshtë, në daljes. Koni mushni atje poshtë? Mushim atje me herë, sipër, me bidon. Koni e përditshme kjo? E përditshme, s'ka. Mjes për mjes. I shef tjetë, në karrocadore. Po puna e ndryqimit si bëhet? Atë ndryqim s'ka këtu. Nga atje poshtë këtu, nga që është lagje shumë, vetë për njëgjit të. Po asfalti? Asfalti s'as bëhet lafë për asfalt. Kështë problemi? Mjegjin e punë të kanalit zime dhe ujnëve zezë, se për këto nuk flitet për asfalt. Premtimet boshe nuk du ma. Jemi free day do. S'ka premtimet boshe, kush do që vjen. Që kërkoni se përfundim nga? Rruga, anë tjetë kanalizimet më rregull. Ndërqim, s'du ma si gjatë, jetë vinë ujti. Pas pate ujtë, tu s'ka jetë. Ka marru gjithë të, janë gati 56 familje. Unë du vetëm rrugën, ujtin, edhe na i dritë pim, na i smuni, na i gjohë, në rruga nuk ka, as i gjohë. Që kërkoni si zgjidhje jo për Unë desha që 2 kryetarëve që do zgjidhen për bashkinë e Elbasanit, më vinë të 2 na shohin të gjendje këtu. Kemi kaq vite pa ujë. Edhe na vinë vetëm kur vjen koha, domethënë kur janë votat, na vënë një copë zorr sa për një muaj edhe s'na shohin më. Ne vetëm me karroca po rrim rrugën, ne duam që ai ujë po bëhet i herë për gjithmonë. Jo sa herë vinë këto votat, ne sa herë po këto probleme kemi. Këtë desha. Ujë kryesor. Edhe ndriçimi i rrugës. Se njerëzit kalojnë në smuni, ne gjë nuk shikojnë fare rrugën. Të shtrohet dhe kjo rruga këtu për këta familjar. Si gjë tjetër. Këto duam ne. Ujti rrallë parë. Të 2 kandidatë që do zgjidhen për bashkinë e Elbasanit në qoftë se nuk vinë në raste. Edhe që na zgjidhin problematikën e ujtit pishëm, rrugën edhe ndriçimin ne nuk kemi për të votuar. Se ne po vujmë me karroca dore tu mush ujë nëpër lagje. Nëpër poshtë, nëpër lavazhe, i lajmë rrobat në zaranik, edhe kështu po vujmë. Mjerim ujti. Ujti është kryesor i njeriu që flahet, s'plahet. Pos pati këto, nuk ka vota më për ne. Vinë tunë mes lagjes tonë këtu, edhe jo që fund lagjes, po të vinë këtu letë në krytë shofi, edhe më dava për 310 metra rrugës. Po kur binë sërish për zgjedhjeve të tanishme, që të kërkoni? Për zgjedhjet e tanishme, unë nuk votoj po su bon këto. Harroni kush do parti që tjetë.